zgjidhjen e statusit të Kosovës Marti Ahtisari është emëruar si ura e Vojnoveçve. Ekspertët e trashëgimisë kulturore, zyrtarët e Departamentit për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Vushtrisë dhe qytetarët e këtij qyteti thonë se në këtë rast kemi të bëjmë një tjetërsim në shtrembërim të qëllimshëm të emrit të këtij monumenti për përfitime politike, pasi që kjo urë gjithherë është njohur si ura e vjetër e Gurit. Ka ardhur një befasi jo e këndshme, domethënë ura e vjetër e Gurit është emëruar aty si urë e Vojnoveçve, gjë që nuk konsiston me të vërtetën, nuk është emërtimi i saktë i urës Gurit, edhe për këtë arsye ne nuk e pranojmë. Këtë si drejtori kemi bërë reagimet që ne kemi konsideruar që neve na takojnë ato, domethënë kemi bërë reagim prej ministrit Haraqia, pastaj grupit punues, Institutit Mbrojtjes Monumenteve Kulturore Historike, pastaj Muzeut Regional. Këtu në këtë urë Gurit ka qenë një mbishkrim latin. Ai mbishkrim latin është grend, është hjek nga punojësit shkencorë të Beogradit. Krejt me qëllim që me anashkalu, me humb identitetin e kësaj urës e identitet shumë i vjetër. Tash, ai mbishkrimi latin, na nuk e dim domethënë çka ka paraqit, po e dim që nuk e ka paraqit një identitet kështu serb, po e ka paraqit një identitet tjetër që nuk përkon me të kaluarën me trashëgimin serbefare. Ekspertët e trashëgimisë kulturore dhe zyrtarët komunal në Vushtri thonë se kjo urë i takon kohës së vjetër Ili Rodradane. Ata po ashtu kanë kërkuar që ura të mos emërohet para se të bëhen hulumtimet arkeologjike, të cilat do ta tregojnë saktë se cilës periudhë kohore i takon ura e vjetër e Gurit në Vushtri. Ekspertët kosovarë të cilët përfaqësojnë interesat e shumicës shqiptare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në negociatat për statusin final në Vjenë, deri tash nuk kanë kërkuar të dhëna për prejardhjen apo kohën e ndërtimit të urës së Gurit në Vushtri. Grupi parë janë të dhonat legjendare, të dhonat legjendare gojure. Grupi dytë janë të dhonat landore materiale, të cilat vetëm se përshim që këtu se këtu dhonat landore materiale, ndërsa grupi tretë janë të dhonat arkivore me shkrim. E tash, na në bazë të dhonave landore, të cilat veç ekzistojnë, mundëm me e vërtetue se kjo urë është një ndër urët më të vjetra në Ballkan. Unë mendoj që ne duhet që të mos i humbasim këto monumente të trashëguara nga të parët tanë, sikurse një ndër to është edhe ura e Gurit. Nuk duhet që ta humbasim një monument të trashëguar të kulturës materiale nga të parët tonë. Besohet se emërtimi i kësaj ure është propozuar nga grupi punues i ekspertëve serb, pasi që ky emërtim është bërë në kohën e ligjeve diskriminuese, të cilat u aplikuan në Kosovë nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Mirë po ende nuk dihet nëse kjo çështje është kundërshtuar nga grupi punues kosovar. Ura e vjetër e Gurit në dokumentin e Ahtisarit është futur në grupin e monumenteve të mbrojtura.